si gjithmonë, kur kemi nxënësit në mesin tonë dhe ngjarjet bëhen më të bukura, më frymëzuese. Unë po vin nga një takim tjetër që kisha me gjimnazist, me nxënës të komunës së Prishtinës, për të shënuar bashkërisht këtë ditë të rëndësishme, 10 dhjetorin, ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, dhe edhe aty, sikurse edhe këtu, jam e bindur që nxënësit, përveç se kanë shumë të na ofrojnë në ngjarje si këto, na dëshmoj që angazhimi i secilës e secilit prej nesh për të punuar për mirëqenien, për sigurinë, për gjithë përfshirjen e tyre, është një gjë që na bashkon dhe të gjitha institucioneve e organizatave të shoqërisë civile na bin për edhe më shumë punë për të mundësuar të gjithë nxënësit të realizojnë në plotëni të drejtat e tyre të garantuara. Të nderuar të pranishëm, i nderuar përfaqësuesi i zyrës së BE-s këtu në Kosovë, zoti Nikola Skaradmu, përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë, i nderuar drejtori ekzekutiv i KEC-it, zoti Petri Tahiri, e nderuar abitore Gojani, drejtoreshe ekzekutive i Pro Foundation, e nderuar zonja Ardita Kabashi, menaxhere e projektit, të nderuar përfaqësues të institucioneve, shumë të dashur nxënës, të respektuar prindër e mësimdhënës, të gjithë ju që jeni të pranishëm. Është nder i veçantë për mua të marr pjesë në këtë konferencë të rëndësishme në përmbylljen e projektit 3 vjeçar, i cili, siç u tha edhe nga Ardita, ka dhënë impakt në komunitetin e 11 komunave. Në këtë konferencë kushtuar projektit veprimi kundër diskriminimit për të gjithë. Republika e Kosovës është ndërtuar mbi vlerat e lirisë, dinjitetit dhe barazisë. Dhe për këtë arsye, lufta kundër çdo forme të diskriminimit nuk është vetëm obligim ligjor, por është edhe vlera jona themelore kombëtare. Arsimit në Kosovë i është dhënë një detyrë e jashtëzakonshme e veçantë e rëndësishme, ka marrë përsipër një rol të drejt për drejt në këtë mision. Në shkollat tona, ku rriten breza që do të udhëheqin të ardhmen e vendit, garantojmë një mjedis ku çdo fëmijë, pa dallim gjinie, race, etnie, komuniteti, gjendje socioekonomike, aftësie fizike apo prapavije kulturore, të ndjet i sigurt, i respektuar dhe i përkrahur. Andaj për këtë po angazhohemi çdo ditë të gjithë ne që jemi përfaqësues të institucioneve. Si Ministra e Arsimit, si Ministria e Arsimit, kemi ndërmarrë hapa konkret, politika të cilat janë të nevojshme për forcimin e barazisë dhe përfshirjes, duke zbatuar programe për arsim gjithëpërfshirës dhe duke përmirësuar qasjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në një shkollim cilësor në ofrimin e mundësive të barabarta për të gjithë. Po thellojmë bashkëpunimin me komunitetet e marginalizuara, duke ofruar politika afirmative, mbështetje dhe veprime e vendime të cilat ju ofrojnë qasje të gjithëve pa dallim përjashtim. Kemi punuar nga afër me komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptian, me synim që të ulim braktisjen shkollore dhe të ofrojmë mundësitë e barabarta për fëmijët pa dallim nga komuniteti. Njëkohësisht, po promovojmë barazinë gjinore dhe fuqizimin e vajzave në arsim, veçanërisht në fushat STEM. Po punojmë dhe po forcojmë kapacitetet e mësimdhënësve për të identifikuar dhe adresuar rastet e diskriminimit, të cilat fatkeqësisht akoma janë ekzistente, rastet e bullizmit dhe gjuhës së urrëties në shkolla, si dhe po punojmë vazhdimisht për integrimin e kurikulave të vlerave që ndërtojnë një shoqëri më të drejtë, më tolerante dhe më gjithëpërfshirëse. Natyrisht, përkundër se punojmë çdo ditë pa u ndalur, jemi të vetëdijshëm se sfidat janë akoma ekzistuese dhe reale. Ende ka fëmijë që përjetojnë diskriminimin në forma të hapura apo në forma të fshehura, si dhe komunitetet që ballafaqohen me barriera historike dhe sociale, të cilat kërkojnë jo vetëm politika të qarta, por vullnet dhe veprim të përbashkët. Pikërisht për këtë arsye, kjo ngjarje e sotme dhe projekti i cili e keni përfunduar e për të cilin jam i bindur që përkundër përfundimit të projektit angazhimi dhe gjithë ato njohuri e përvoja që keni marrë të gjithë që keni qenë të përfshirë në projekt do të vazhdoni
t'i zbatoni, implementoni në punën tuaj të përditshme. Ky takim është më shumë se vetëm një takim profesional, është më shumë se vetëm një takim për të përmbyllur një projekt, është një thirrje për veprim të koordinuar. Qeveria, institucionet arsimore, institucionet shtetërore, organizatat e shoqërisë civile, partnerët ndërkombëtar dhe vetë komuniteti duhet dhe do të jemi bashkë në këtë rrugtim. Vetëm së bashku mund të ndërtojmë një sistem arsimor ku çdo fëmijë në Kosovë ka mundësi të barabarta për të zhvilluar dhe për të arritur potencialin e tij apo të saj të plot. Angazhimi ynë duhet dhe do të vazhdojë me përkushtim që këto parime të mos jenë vetëm deklarata, por të shndrohen në politika të shndrueshme, në veprime të përditshme dhe në realitete të prekshme për nxënësit tanë. Falenderoj Qendrën për Arsim të Kosovës dhe IPCO Foundation për punën, për kushtimin dhe partneritetin e vazhdueshëm jo vetëm në këtë projekt, dhe uroj që të vazhdojmë së bashku për një Kosovë të barabartë, gjithëpërfshirëse, të drejtë për secilin e secila. Faleminderit shumë. On behalf of first of all, let me congratulate you with the International Day of Human Rights today. On behalf of the European Union here in Kosovo, it's a pleasure to join this wonderful event, surrounded by so many motivated, committed people like you. It's a closing event of the action, closing but also laying the foundation for a continuation of the project, Action Against Discrimination for All initiative, which reflect on our, and it's an opportunity today to reflect on our journey and strides we've made to ensure that every young person in Kosovo is treated with the dignity and respect that they deserve. I would like to express my deep gratitude to our partners, the Kosovo Education Center, IPCO Foundation, and every individual and organization that has contributed to this project by empowering school communities and protecting vulnerable children from discrimination. So we are proud to share some of the results which have been achieved together. Improved capacity of schools to address and manage discrimination and hate speech, skill development among youngsters to stand against hate speech and discrimination, public sensitivity and awareness, as change begins with awareness and understanding in the society. Sot jemi mbledhur këtu, jo thjesht për të përmbyllur një projekt, por për të ndalur për një çast dhe për të reflektuar mbi një udhtim 3 vjeçar që ka lënë gjurmë në zemrat dhe mendjet e mira të rinjve dhe të rejave në vendin tonë. Një udhtim që ka sfiduar paragjykime, ka qarë heshtjen dhe ka shkundur indiferencën. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të folur për projektin, jemi mbledhur për të folur për njerëz, për fëmijën që çdo ditë ka hyrë në shkollë me një lëndim që nuk duket me sy. Jo një plagë në trup, por një plagë në zemër, sepse është ndjer i padukshëm, i ndryshëm, i përjashtuar. Për vajzën që ka dashur të flasë, por e ka ndalur zërin nga frika se mos qeshin me te. Për djalin që nuk është ftuar kur të ulet në një bankë me të tjerët, vetëm sepse vjen nga një komunitet tjetër. Për gjithë të rinjt që e ka ndier veten më pak vetëm se janë ndryshe. Ky projekt nuk ka qenë vetëm punë në teren, ka qenë përqafimi i munguar, ka qenë fjala e parë ngrohtë pas shumë heshtjes, ka qenë drita që është ndezur. Në 15 shkolla, në 11 komuna të ndryshme, ky projekt nuk ka qenë vetëm fushat apo plan pune, ka qenë veprim, një thirrje për drejtësi, për barazi, për dinjitet njerëzor. Ka qenë një luftë e heshtur për e vendosur, kundër një armiku që shpesh fshihet pas shprehjeve të zakonshme, pas stereotipeve të trashëguara, pas mosdijes, kundër diskriminimit në të gjitha format e tij. Sepse diskriminimi nuk është vetëm një padrejtësi,
është një plagë që prek vetë qenje njerëzore, është një ftohtësi që ngrin shpresën dhe një mur që ndan ëndrat. Po ky projekt ka treguar më së miri që muri mund të shembet, me edukim, me ndërgjegjësim, me bashkëpunim e mbi të gjitha me veprim. Sot i duar turkosim të gjitha ata që nuk u mjaftuan me kështu e kemi gjetur, por që guxuan të pyesin si mund ta bëjmë më mirë. Mësimdhënësit që shndruan klasat në hapësira mirëkuptimi, nxënësit që ngritën zërin kur pa padrejtësi, prindërit që mbështetën fëmijët e tyre në të qenit të ndryshe dhe të barabartë njëkohësisht. Ky projekt nuk ka sjell vetëm aktivitete, ka sjell rrëfime, ka sjell ndjenja, ka sjell ndryshim. Të nderuar të pranishëm, ne nuk guxojmë të ndalemi këtu, sepse barazia nuk është një stacion kumbrim, është një rrugë që ecim për ditë. Çdo shikim paragjykues, çdo përjashtim i heshtur, çdo shaka që lëndon, çdo buzëqeshje që mungon, na kujton se kjo betejë vazhdon. Por sot, pikërisht, në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ne kemi më shumë dritë, sepse në 15 shkollat tona janë ndezur drita që nuk do të shuhen kurrë. Dhe kjo është fuqia e vërtetë e këtij projekti. Le ta mbajmë në mend vetëm fjalën veprim, jo thjesht si titull projekti që ishte, por si mënyrë e jetës. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, Ministria e Arsimit, Zyra e Avokatit të Popullit, Zyra për Qeverisje të Mirë, Drejtoritë Komunale, drejtorët e shkollave. Pa përkushtimin dhe bashkëpunimin tuaj, ky projekt nuk do të kishte arritur këtë ndikim. Ju falenderojmë që e keni parë luftën kundër diskriminimit jo si një detyrë administrative, por si një mision shoqëror. Partner e donator të ndryshëm. Ju falenderit për besimin dhe mbështetjen tuaj të pakursyer. Ju keni investuar jo vetëm në aktivitete, por në vetë dignitetin njerëzor. Mbështetja juaj ka qenë kyçe për ta bërë këtë veprim të mundshëm, të dukshëm dhe të prekshëm. Mësimdhënës dhe mentorët e mi të dashur, ju falenderoj shumë për durimin dhe guximin tuaj. Ju nuk keni qenë vetëm mësimdhënës të lëndëve, por keni qenë udhëheqës të zemrave. Ju keni krijuar ambiente ku çdo nxënës është ndjer i sigurt për të qenë vetja. Dhe kjo është arritja më e madhe në edukim. Nxënës të dashur, ju jeni heronjtë e vërtetë të këtij projekti. Ju keni treguar se ndryshimi nuk ka nevojë për tituj të mëdhenj, por për zemër të hapur dhe zë të guximshëm. Në çdo fjalë tuajën, në çdo aktivitet që keni bërë, keni ngritur flamurin e barazisë dhe respektit. Dhe në fund, prindërit, faleminderit që keni qëndruar të gjithë pranë fëmijëve tuaj dhe i keni mbështetur ata në rrugën e ndjeshmërisë dhe tolerancës, sepse edukimi fillon në shtëpi dhe ju e keni dëshmuar këtë me përkushtimin më të madh. Faleminderit që jeni pjesë e këtij ndryshimi, faleminderit që jeni veprimi.